Shoqata prodhuesve të Kosovës dhe disa fermerë janë takuar gjatë të mërkurës me përfaqësues të Odës Ekonomike të Kosovës. Kushtri Majvazi u shpreh se janë në mbështetje të prodhuesve vendor dhe se kërkojnë që raportimet të bëhen vetëm mbi bazë ligjore. Nuk jemi kundër asnjë raportimi që kërkohet nga institucionet e shtetit, këtë çka po kërkojmë ne është që kërkohet vetëm ajo pjesë e cila ka bazë ligjore dhe të njëjtën kohë në bashkëpunim ta krijojmë një format i cili nuk del jashtë kompetencave ligjore, qoftë si ministri, qoftë si Agencioni i Ushqimit dhe Veterinës. Ndërsa kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna tha se institucionet duhet të kenë kujdes në çdo deklarim dhe veprim administrativ ndaj prodhuesve vendor. Kërkojme urgjencë nga Qeveria e Republikës së Kosovës që të ndërmerr veprime urgjente për mbështetjen e fermerëve, prodhuesve, përpunuesve. Nëpërmjet politikave fiskale, politikave administrative, po pse jo edhe formave tjera që ndihmojnë prodhimin tonë, qysh ndihmojnë edhe shtete tjera prodhimin e tyre. I pranishëm ishte edhe drejtori i përgjithshëm i qumshtores Vita, Artan Spahia, i cili tha se krahas mostrave të para, gjatë të martës 2 inspektor kanë marrë edhe 6 mostra të tjera. Me datën 7/7 kanë marrë 2 vetë dhe kanë marrë 6 mostra. Në thonë, qëri vikini mostrat, shikoni, na nuk jena kundër që ka tha kolegu për mi marrë mostra. Na jem të hapë për mostra. To janë që është marrë me datën dje. Fermerët e pranishëm në takim shprehen shqetësimet e tyre duke thënë se situata krijuar ka shkaktuar humbje të mëdha. Fidan Krasniqi tha se qumshti është erdhur jo nga dëshira, por nga pamundësia për ta plasuar në treg. Nuk kemi derdhë qumsht prej dëshirës, por prej hallit. Jo them me sinqeritetin të madh, që nga dita e premte vetëm ferma jam mbi 10 mililitra qumshti ka humb. Kemi derdhë dhe kemi fal, sepse qumshti është diçka që nuk me qumsht freskët nuk mund të krijosh stoqe. Stoqe mund të krijojnë përpunues. Mirë, po sipas përpunuesve edhe këta janë ngulfat me stoqe. Andaj, e mbështesim çdo iniciativë të mirë, por jo luftën hibride që është tu shkaktu qoftë edhe prej institucioneve. Kujtojmë se pas një proteste dhe një marrëveshje në mes Ministrisë së Bujqësisë dhe fermerëve, është rihapur Vita për grumbullimin e qumshtit.